Ministrja për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali ka zhvilluar një takim të drejtë për drejtë me tregtarët e tregut industrial, të cilët po protestojnë kundër vendimit për zhvendosjen e tyre. Takimi u zhvillua pranë teatrit Petro Marko në Vlorë, me njëherë pas mbritjes së ministres për të marrë pjesë në aktivitetin edhe pak hapa drejt BE-s. Spiropali u ndal për disa minuta me tregtarët protestues, të cilët i parashtruan shqetësimet e tyre lidhur me vendimin e marrë nga Këshilli i Bashkisë Vlorë për zhvendosjen në tregun e shumicës në Jalli të Nartës në tregun e Çoles. Tregtarët theksuan se një zhvendosje e tillë sipas tyre do të sillte pasoja të rënda ekonomike dhe rrezik falimentimi për shkak të largësisë nga qyteti dhe humbjes së klientelës. Gjatë bisedës, ministrja Spiropali theksoi se problematika e tregtarëve do të ndiqet dhe prej saj personalisht, duke garantuar se çështja do të diskutohet me kryetaren e Bashkisë së Vlorës me qëllim gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për të gjitha palët. Ajo shpreh se dialogu me grupet e interesit është i domosdoshëm dhe se vendimet duhet marrin parasysh dhe impaktin social dhe ekonomik të qytetarët, duke shtuar se çdo proces zhvillimi duhet shoqërohet me masa lehtësuese për ata që preken drejt për drejt. Unë ndalova se ju pashë se nuk jam në brëndi të çështjesh, do interesohem, do flas sot. Jemi ata të votave ne. Tani, unë për respektin maksimal kam marrë dhe do flas me të gjitha institucionet. Emër kryetare që do na thot për një periudhë 4-5 muaj më përpara. Tani më vjen thot sot pik nga tre, ku të shkoj, ku ta çoj malli? Ku ta çoj malli? Ju keni me kryetarin e bashkisë nuk keni folur edhe me duket në mënyrë arrogante. Ja kanë dhënë jashtë Vlorë, na kanë dhënë Vlorë. Do flas tani me kryetarin e bashkisë edhe me anëtarët e Këshillit Bashkiak. Ata e kanë miratuar. Drejtorët që po merren e ne kemi marrë me fjalën e kryetarit të bashkisë. Se ju kuptoni që dhe bashkia ka një plan të saj për zhvillimin e zonave. Keni folur me bashkinë? Po, kemi Ministrja për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali u shpreh se do të angazhohet për të bashkëpunuar me autoritetet vendore, në mënyrë që të gjendet një zgjidhje që garanton zhvillimin e qytetit pa dëmtuar aktivitetin ekonomik të tregtarëve.